3 ditë pasi parlamenti i votoi me 73 vota të mazhorancës Bujar Nishanin për postën më të lartë të kreut të shtetit shqiptar. Mazhoranca dhe opozita në parlament ka debatuar për procedurat e zgjedhjes së tij në këtë post. Deputetët e opozitës deklaruan se me zgjedhjen e një zyrtari të lartë të Partisë Demokratike në këtë post, vendi ndodhet më larg familjes europiane. Ne u investuam deri në fund me gjithë zemër për një konsensus politik që do të ishte një shans real për të marrë statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian në vigjiljen e 100 vjetorit të pavarësisë. Të hënën, Shqipëria zgjodhi një noter partijak në rolin e presidentit vetëm me votat e Sali Berishës. Nga ana tjetër, deputetja Mesila Doda hodhi poshtë akuzat e opozitës, ndërsa tha se qëndrimi i saj ka qenë bllokues dhe se Partia Socialiste në parlament i kishte të gjitha hapësirat për të bërë pjesë e procesit. Hidhni balt, ju fyni dhe përbuzni çdo që nuk e mendon si ju apo që del nga skema juaj, sepse kjo është mënyra e paqes se si i ndrej gjërat kryetari i partisë. Ju keni intimiduar gjithë kandidatët e mundshëm që nuk ishin kandidaturat tona politike. Dhe këtë e bëni dhe duke qenë opozit. Mendoni se çfarë do ishit në gjendje të bëni nëse do kishit qenë majorancë. Këto janë shprehje embrionale të fashizmit. Mënyra të cilat ne nuk i pranojmë sepse besojmë se diktatura është atentat ndaj dinjitetit njerëzor. Bujar Nishani u votua nga mazhoranca parlamentare këtë të hënë në parlament në raundin e 4 për votimin e presidentit të Republikës. Gjatë votimit 73 deputet votuan pro, 1 kundër, 2 flet ishin të pavlefshme, ndërsa opozita nuk mori pjesë në votim.